Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi ditën e sotme sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Sot për të nisur dhe për të startuar me ngjarjet më të fundit, me lajmet më të fundit që kanë të bëjnë pikërisht për VIP-at shqiptar. Do të flasim për Big Brother VIP Kosovën. Dua të komentoj pak udhëtimin e Alaudinit edhe të Olsa Muhametit drejt Italisë, konkretisht drejt Grande Fratello, një Big Brother i vazhdueshëm në fakt në Itali që po bën namin në për të gjitha rrjetet sociale. Duke u krahasuar me vitin e kaluar që pati udhëtim Sara Hoxha dhe Ledion Liço drejt Italisë, për të vizituar Grande Fratellon, për ta prekur këtë shtëpi gjigande që në fakt ka përfshirë gjithë botën me dorën e tyre, për ta parë këtë eksperiencë, për ta jetuar këtë eksperiencë. Një eksperiencë të tillë ka përjetuar edhe Olsa Muhameti dhe Alaudin Hamiti, të cilët kanë vizituar Grande Fratellon. Tani nuk e di në qoftë se kjo është një rrugtim që përfshihet në misionin e Big Brother, duke besuar që Big Brother është një nismë që është bërë brenda një botimi, brenda një libri, është realizuar në Holland dhe më së shumti Holanda ka të drejtat autoriale të këtij spektakli. Ndoshta është një rrugtim që në përgjithësi vendet ballkanike si Kosova, Shqipëria duhet me patjetër ta prekin Grande Fratellon, ose është një imitim që ndodhen me Big Brother VIP Albania. Kjo është një lloj kurioziteti që është ngritur tek publiku shqiptar se çfarë po ndodhen me Big Brother. Ajo interesantja e kësaj gjëje, do ta them interesantja e kësaj çështje, është fakti që ne kemi arritur të kuptojmë se kur do të startoj Big Brother VIP Kosova. Shtëpia është më tash drejt finalizimit, pothuajse ka përfunduar e tëra, po punohet me një ekip goxha të madh me shumë intensitet. Disa nga banorët të cilët përflitet që do të jenë pjesë e kësaj shtëpie, bëhet fjalë për 2 këngëtarë nga Ferizaj, të cilët janë këngëtarë tepër të njohur. Bëhet fjalë për një modele nga Prishtina, e cila do të jetë pjesë e kësaj eksperience këtë vit, që me patjetër do ndikon pozitivisht te këto, dhe bëhet fjalë edhe për moderatoren, e cila ka patur një ofertë e famshmja Luana Vjollca për ta moderuar Big Brother VIP Kosova këtë vit. Por siç duket, Luana nuk e ka pranuar ftesën sepse do të jetë besnike drejt fermës VIP dhe ekskluzivitetin ja ka lënë përsëri Jonida Vokshi. Domethënë ka qenë një dilemë e madhe mes Luanës edhe Jonidës se cila nga këto 2 bukuroshe do të udhëheq Big Brother VIP Kosovën së bashku me Alaudinin. Domethënë Big Brother i ka ndërtuar atë imazhin me 2 moderator dhe siç duket këtë eksperiencë, këtë ekskluzivitet, këtë dashuri, këtë lumturi e ka marrë Jonida Vokshi, sepse Luana, nga informacionet që ka mund, nuk e ka pranuar ftesën për të qenë pjesë e kësaj eksperience. Tani ndoshta edhe Luana mund të na befasoj, besoj që do të ishte ideale për të udhëhequr një Big Brother, por nuk e di se sa Luana do të binte dakord që në mesin e saj të kishte edhe bashkë moderator, duke njohur eksperiencën e Luanës që të gjitha kompeticionet i ka trajtuar vetë, kështu që edhe fermën VIP Luana e kishte vetë, por gjithsesi në ditët në vazhdim ndoshta do të kemi një ekskluzivitet nga Luana Vjollca për këtë thashe them apo të vërtet të madhe të krijuar. Data përfundimtare se kur do të filloj Big Brother VIP Kosova pritet të jetë nga data 1 nëntor deri më datën 7 nëntor. Në këto 7 ditë është një nga datat e përzgjedhura që nuk është bërë akoma publike, nuk është bërë akoma ekskluzive, ndoshta mund të ketë edhe një ndryshim mini të vogël që produksioni nuk do të toleron këtë datën të publikuar nga gazetarët, edhe do të krijon një datë të vetën që mund të jetë për shembull 15 apo 20 nëntori, por gjithsesi brenda muajit nëntor pritet që të starton Big Brother VIP Kosova, do të thënë me shumë personazhe, 15 personazhe, 17 personazhe do të jenë të parë që do të hyjnë në këtë shtëpi me një super ekip, me 2 moderatorë të shkëlqyer që në këtë rast Alaudinin dhe Jonidën e kemi
parë edhe në vitet e kaluar që kanë shkëlqyer me një studio gjigante, me një shtëpi tepër të investuar, do të thënë një investim shumë gjigant i besuar i gjithë në producenten Olsa Muhameti, e cila vitin e kaluar pati një sukses të jashtëzakonshëm. Dua të marr mendimin tuaj si e prisni ju këtë kompeticion.